Një ushtri prej 14.000 osmanësh përballë vetëm 6.000 arbërëve, por ajo që ndodhi në fund të betejës tronditi gjithë fushën e Pologut, sepse beteja u vendos në një dy luftim. Viti ishte 1453. Skënderbeu kishte hyrë në Maqedoni për të goditur ushtrinë osmane. Pranë Tetovës në fushën e Pologut, ai u përball me ushtrinë e madhe të Ibrahim Pashës, një komandant që dikur kishte qenë mik i tij në ushtrinë osmane. Pavarësisht numrave, Skënderbeu vendosi të sulmojë. Në mes të betejës, ai ju afrua komandantit osman dhe e thirri në turqisht. Tani është momenti të tregosh trimërinë tënde. Ibrahimi pranoi sfidën. Dy komandantët u vërsulën drejt njëri tjetrit në kaosin e betejës. Sipas kronikave të kohës, dy luftimi nuk zgjati shumë. Goditja e Skënderbeut ishte vendimtare. Komandanti osman ra nga kali dhe pak qaste më vonë, koka e tij u ngrit në një shtizë përpara ushtrisë. Pamja tronditi trupat osmane. Pa komandantin e tyre, ushtria filloi të shpërndahej. Beteja e Pologut u kthye në një fitore të madhe të Skënderbeut. Disa kronika thonë se nga 14.000 osman, shumica mbetën në fushbetejë, ndërsa humbjet arbërore ishin shumë të vogla. Një tjetër betejë ku një ushtri më e vogël mundi një perandori, sepse në krye të saj ishte Skënderbeu.